Sapo ka përfunduar aktiviteti i boksit, fillimisht që ishin në finalet e turneut të boksit ndërkombëtar, Memorial Vllaznia 2025 dhe së fundi 3 ndeshjet profesioniste, spektakël në Pallatin e Sportit Qasim Dervishi, me presidentin e Vllaznisë dhe promotorin e aktivitetit Mondëndau. Faleminderit për pjesëmarrjen, faleminderit ju që na japni kohën dhe e vazhdoni lajmin. Jam shumë i kënaqur me Memorialin që u bë të shtridit në Shkodër, pjesëmarrje e mirë, e bukur, dhe gjithashtu boksi profesionist që do ta ngrijmë sa më lart që tjetër mujtën. Mundi një tjetër aktivitet i suksesshëm, do të vijojë Feast of Fire me evente të tilla në Shkodër? Siç e kam thënë, nuk do të heq dorë nga eventet e bukura të forta dhe të hapura të pastërta. Jemi në bashkëbisedim me Olimpikun, me zotin Kalipoli dhe me bashkinë e Shkodrës ose me bashkinë e Pogadecit, që të zhvillojmë një aktivitet tjetër të njëjtë si këtu në Shkodër, dhe shpresoj tjetër dhe më i fortë dhe më i mushur plot nga publiku, siç e pa edhe në lajme e do ta shihni, boksi është i hapur, dhe ju ftoj gjithëve të merrni pjesë, se nuk ka vetëm futboll, por ka edhe sporte tjera. Ju falenderoj. Besoj që nga spojt diçka dhe për Memorialin Vllaznia 2025, sepse në listën e 14 boksierëve që nuk jetojnë, që u nderuan, është dhe xhaxha juaj i mirënjohur Ndocës Xhoni. Padyshim emocione edhe për ju që respektohet dhe kujtohet figura e tij. Kam pas në kënaqësinë ta njoh, kam qenë i vogël, kur në ato kohë jetote në burgjet e komunizmit, dhe sa do pak na influitoi me boksin, dhe na mësoi si të boksojmë. Gjithashtu dhe karakterin e fortë që ta vazhdojmë përpara, dhe të ndihmojnë të gjithë boksierët shqiptarë i bajthirëve tanë, sepse boksierët shqiptarë po vazhdojnë majat. Falenderoj Nelson Hysen, i uroj suksese dhe të vazhdojnë sa më lart e dalin në kampion aty ku e dëshirojnë. Dhe diçka tjetër, mund ndohu mes boksit amator që drejton në Vllazninë dhe boksit profesionist që tashmë si promotor. Ku e ndjeni veten më mirë? Më mirë një të profesionistat, por dëshira eme është të amator dhe të rinia. Se aty fillon, pa këto s'mund bëjmë as profesionizmin. Ne është një diçka që bashkia dhe Olimpiku të kontribuojnë sa më shumë të brezat e ri. Se brezat e ri janë ata që e binë përpara dhe do të ecin, se ka shpirtin, ka garen, Shkodra dhe gjithë Shqipënia. Njëri prej talenteve të boksit shkodanës është Senat Drini, që sonte ktheu në spektakël. Senat Drini është një boksier tipik i profesionist, është i matun, ban boks sakt, por duhen kundërshtar më të fortë për të, që do ta bie edhe më të fortë rallën tjetër, dhe do të keni një spektakël të jashtëzakonshëm, sepse është një bokser i është shumë vështirë të arrahin në Shkodër, është shumë i vështirë si bokser. Prandaj ne duhet të japim më shumë edhe një bokser edhe më të fortë për të, që ta shohim deri ku shkon. Mondi, faleminderit. Faleminderit ju. Urime për atë dhe sukses në vazhdimsi. Faleminderit.